Si tha I komentuesi, kush ha plënc është fukara. Hajde me mua të gatojmë së bashku darkën e një fukarajt. Ndiqeni recetën dhe në fund sepse do ju pëlqej. Unë plëncin e lava dhe vërën në delimano për gjysmë ore me shumë pak krip dhe kam qoruar to 3 kokra qep dhe I hedhin për të skuqur. Atë hodha qepën për të skuqur dhe do e lë derisa të marri atë ngjyrën e kuqëremt. Unë për herë të parë prëncin e kam përgatitur, kam qenë 15 vjeçe dhe më kam mësuar një gjitone, sepse unë atë s'kisha as telefon, as gjë që ta shikoja në YouTube apo në ndonjë rrjet social, dhe më kam mësuar një gjitone ime se mamin e kisha në punë. Kështu që jam eksperiencë me të fush. Një do t'i hedh 2 lukë me miell. Për të zi. I hedh salsën. I shtoj dhe shumë pak koncentrat. Shumë. I hedh përsëri ujin e plëncit, që kështu qefa të zjeje avash avash. Dhe I lë për 5 minuta të zjejmë së bashku. Plëncin. Tani kjo donte pak dhe piper të kuq, por unë nuk kam. I hodha vetëm piper të zi. Shtojmë dafin. 2 lugë gjelle me uthull. Se kjo I jep super, po super shije. Do I shtojmë kripën. Basta. Dhe tani do shtojmë pjesën tjetër të ujit. Dhe tani do I lëmë për 10 minuta të zjejnë së bashku dhe më pas do t'i kalojmë te tavat e baltë. Tani është gati dhe do t'a kalojmë në tavat e baltës. Mos thoni pse keni bërë kaq shumë, sepse do më vide vëllezërit për darkë. Do t'ju hedh shumë pak vaj ulliri nga lart. Gati për furrë. Tani të presim të na bëhet dhe gocani, provoni sepse ja vlen. Do vini pak hera që, po nuk ka problem, e rëndësishme është që të kënaqeni me gatimet që bëhen vetë në shtëpi me duar tona. Shikoni pak rezultatin. Ja vlen plënci apo jo?